Përshëndetje juve. Si që jeni të e pa, kohëve të fundit jam duke u marrë sidomos me çështje turke, me situatën e tanishme në Turqi. Nëse shtrohet pyetja se si është për momentin situata atje, lirisht mund të them se gjendja e përgjithshme momentale në Turqi është e polarizuar deri në përmasa, sa shoqëria është nda në ne dhe në jo. Një polarizim i skajshëm, i papar në dekadat e fundit, e as edhe me rastin e ngjarjeve të vitit 2013 që quheshin ngjarjet e Gezi Park, që ishte një përpjekje për një grushtet në Turqi dhe i cili me gjithë eskalimin e situatës që pati përjetuar, Turqia i shpëton. Ndoshta ishte edhe më i rrezikshëm se përpjekja e grushtetit e vitit 2016 të cilin e kishte organizuar organizata e FETÖ-s. Pra, situata tanishme aty është e polarizuar në këto përmasa. Shikuar atje, lexuar atë që po shkruhet dhe po thuhet, jo vetëm në Turqi, jo vetëm në mediat dhe nga analistët e rryer të Turqisë brenda saj, por shikuar edhe në atë që po shkruhet në mediat dhe po thuhet në televizionet e botës perëndimore, mund të them se me gjithë përpjekjet e GHP-s që ta gjej një mbështetje në vendet perëndimore, perëndimi kësaj radhe ka vendosur që të mbaj një qëndrim, nëse guxoj të them neutral, i cili e vëzhgon situatën nga përsaafërmi, e përcjell me lup se çfarë po ndodh, pa ndonjë ndërhyrje të mbajtjes së anës as nga GHP-ja, krahu opozitar, e as ka politika zyrtare e Turqisë. Megjithëse që shihet se bota perëndimore, Britania, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një farë mënyre po i mbështesin politikat e Turqisë, duke pritur epilogun e gjyqjet se çfarë do të ndërmerr në lidhje me rastin e Ekrem İmamoğlu, i cili, siç do ta shihni pak më vonë, me plot kuptimin e fjalës, ishte organizimi kriminal, mafioz, i jashtëligjshëm, mbase edhe terrorist më i madhi që ka ndodhur në historinë e Turqisë. Pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe perëndimi nuk po ndërhyjnë në çështjen e Turqisë, siç kanë ndërhyrë deri më tani, dhe pse nuk po e mbështesin kauzën e Özelit apo të GHP-s, e që e ka bë të hidhrohet kryetari i GHP-s dhe të flet fjalë të papërmbajtshme si për Gjermaninë, si për Britaninë, si për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në përgjithësi për botën perëndimore, e cila sipas tij do të duhej të mbështetnin kauzën e opozitës në mbrojtje të Ekrem İmamoğlu. Përse perëndimi, ta them edhe këtë, e pastaj i kthehem temës për cilën dua të flas këtu, në lidhje me atë shumën marramense të parave të vjedhura apo të keq përdorura, për shkak të cilët janë ngrit akuza dhe janë arrestuar mbi 100 njerëz, në mesin e tyre edhe Ekrem İmamoğlu. Perëndimi nuk dëshiron të ashpërsohet apo të armiqësohet me Turqinë për dy arsye. E para ka të bëj me luftën në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri para ardhjes së Donald Trump
dhe vendet e tjera perëndimore, me gjithë që kërkonin me ngulm, ndonjëherë edhe duke u kërcënuar, që Turqia të rreshtohej në bllokun perëndimor kundër Rusisë, u pa se qëndrimi neutral i Turqisë në këtë luftë, megjithëse që i ka shit armë e dron edhe Ukrainës edhe Rusisë, u pa se ishte qëndrimi më i duhur i mundshëm që do të mund ta merrte Turqia në këtë luftë. Animi eventual i Turqisë, ka Putini, ka Rusia, në rast se e hidhron bota perëndimore tek rasti i tanishëm, do të ishte katastrofik, sepse do të ndrohej e gjithë natyra dhe konstelacioni i luftës së tanishme. Rusia do të përfiton të shumë. Fillimisht do të shtihej në dorë së bashku me Turqinë transportin në mijë miliarda dollar që kalon në përdetin e zi, do të bllokoheshin grykat e Bosforit, të Dardaneleve, deti Marmara për anijet perëndimore, natyrisht nëse do të bënte ndonjë aleancë me Rusin, si dhe do të nxiteshin edhe më shumë vendet aleate të Rusisë në luftën e saj me Ukrainën, kundër Ukrainës. Pra do të humte bota perëndimore shumë në këtë rast. Arsyeja e dytë, cilën përsa po muj me i përcjell situatën javëve apo muajve të fundit, sepse perëndimi nuk është kundër politikave zyrtare të Erdoganit, është që ndërlidhet me situatën e të ndosur deri në përmasa armiqësore midis Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Situatë kjo armiqësore që nuk ka qenë e tillë e këtyre përmasave me plot kuptimin, sërish e them, në 100 vjetët e fundit, që nga lufta, përfundimi i luftës së parë botërore. Fjalën armiqësore, të cilën po e përdori, nuk është shpikje e imja, nuk është se une kam arrit personalisht ta lexoj situatën dhe ta shquaj apo ta cilësoj si armiqësore, por është term të cilin e përdorin David Labnow dhe Marcus Walker në artikullin e tyre të botuar para 3 dite në Wall Street Journal. Në këtë artikull, përderisa flitej për skandalin që u zbulua nëpërmes rrjetit social Signal, ku dëgjohet fjala e Vance, zëvendës presidentit amerikan, ku thot se unë urrej ta shpëtoj Evropën përsëri, ta lëm Evropën të ballafaqohet me vetveten dhe ti shikon punët e saj që ne të mos involvohemi atje, sepse nuk është interes i joni, por është interes i Evropës. Për te i kësaj dëgjohet zëri i tij kur thot se nuk kam pranuar, kam kundërshtuar sulmet amerikane mbi Yemenin, sepse aty po humb Amerika dhe po fiton Evropa. Kjo armiqësi pra, midis Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që ka ardhur me një farë situate ku lirisht mund të them se është krijuar një eurofobi në Amerikë, apo një frym anti-evropianizme, është arsyeja që edhe Evropa, edhe Shëbaja kanë nevojë për Turqinë që të mbaj një qëndrim, apo më mirë të them, që të ketë një qëndrueshmëri ekonomike, politike, rrjedhisht ushtarake, sepse NATO është para një rreziku potencial
të shpërbërjes. Dhe nëse Turqia, si fuqia e dytë më e madhja pas SBA-ve, tërhiqet nga NATO vështirë se do të rikuperohej. Kjo është sa i përket NATO-s në raportet Evropë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Turqi, dhe e dyta do të krijoheshin probleme ekonomike dhe politike në Bashkimin Evropian, në përmasa sa më ky kontinent apo kjo bashkësi shtetesh, kjo BE do të ballafaqohej me gjëra të cilat as që ka mund ti imagjinonte deri më tani. Andaj kohëve të fundit është duke u bërë përpjekje e madhe midis vendeve antare që ta gjejnë mënyrën e ofrimit edhe më shumë të Turqisë, mbase edhe të pranimit të saj në disa segmente apo programe të Bashkimit Evropian dhe së fundmi edhe të antarësohet atje. Këto janë arsyet sepse bota perëndimore nuk është duke i mbajt krah opozitës. Pra, është e interesuar për një Turqi të fortë, të qëndrueshme ekonomikisht, politikisht dhe ushtarakisht. Po kthehem te esenca e temës. Si është e mundur që prokuroria e shtetit e Turqisë të arrestoj një krye bashkiak të qytetit më të madh të Turqisë? Çfarë qëndron pas gjithë kësaj që ky arrestim pastaj të ketë nxitur opozitën turke të udhëhequr nga XHP-ja të vërshoj nëpër rrugët e Stambollit dhe të qyteteve të tjera të Turqisë. Thjesht, pse Turqia e burgos Ekrem İmamoğlu dhe pse opozita është kaq e ashpër ndaj këtij veprimi të prokurorisë apo politikës zyrtare. XHP-ja po thotë se burgosja e Ekrem İmamoğlu nuk është për shkak të korrupsionit apo hajnive të ndryshme. Megjithëse edhe XHP-ja, njerëzit e saj, që është duke shkuar ka një përçarje e pa revokueshme brenda saj, megjithëse denoncimet kundër Ekrem İmamoğlu janë bërë nga vetë njerëzit e XHP-s, bile ka pas denoncime të Kemal Kılıçdaroğlu edhe kundër kongresit të fundit ku shkarkohet nga detyra e kryetarit dhe bihet aty krahu i djathtë i Ekrem İmamoğlu, që është presidenti apo kryetari tanishëm i XHP-s. Pse kjo XHP të jetë kaq e zëshme? Sepse do të zbulohen dhe po zbulohen hajni, keqpërdorime, vjedhje në përmasa të pa imagjinueshme. Fjala është për një 560 miliard e diçka lira të cilat janë keqpërdorur, janë vjedhur nëpërmes tenderëve dhe nëpërmes formave të ndryshme. Këto janë deklarata zyrtare të Turqisë, të cilat lënd i ka në dorë prokuroria dhe në bazë të cilave lënd dhe materiale ka urdhëruar, ka kërkuar dhe gjykata vendos pastaj burgosjen, arrestimin e Ekrem İmamoğlu dhe pjesës dërmuese, më shumë se 100 nga 100 antar të tjerë të grupit mafios kriminal të udhëhequr nga Ekrem İmamoğlu. Tema bazë e tanishme është çfarë do të mund të bëheshin me 560 miliard lira nëse nuk do të ishin vjedhur. Përse po e bëj këtë shpjegim? Për ta kuptuar për cilësit e këtyre videove se për çfarë shumë është fjala, për çfarë dëmi ekonomik, për çfarë skandali të pa imagjinueshëm dhe të pa përsëritur deri më tani që nga dita e themelimit të Turqisë. Me 560
miliard lira. Ato pëthuhet se janë edhe një fish ma shumë, dy fishi i saj, apo si me qujten, edhe një fish ma shumë, por që ende më tutje do të zbulohen. Gjithsesi, për parat të cilat janë vjedh, ja keq përdorur, po flitet se tani janë 560 miliard dolar. Me këto para do të ndërtoheshin, shikoni sa shuma dhe çfarë është dëmi, për të arsyetuar apo për të kuptuar arsyetimin e prokurorisë se për çfarë do arsye nuk do të lëshojmë pe derisa të shkojmë kësaj çështje, këtij kriminaliteti ekonomik dhe terrorist në fund. Me 560 miliard lira do të mund të ndërtoheshin 560 kilometra hekurudh të trenit të shpejt. Kuptojeni pra. Përveç kësaj, do të mund të bëhej një sistem me energji diellore, për prodhimin e energjisë elektrike nga energjia diellore në 30.000 megawatt. Ose do të bëheshin 56.000 shtëpi shëndete me ka 5 mjek, me ato 560 miliard dolar. Ose do të ndërtoheshin 56 spitale me nga 1.000 krevat, 1.000 shtretër për të sëmuar. Ose do të blieshin 2.670.839 inkubator për foshnje të sapo lindura. Ose do të bliheshin 456.398 aparate për anestezion. Ose me 560 miliard të vjedhura do të blieshin 2.670.839 karrika për dentist. 2.670.000. Ose do të sigurohej për 32 muaj për të gjitha shtëpit, lokalet afariste, fabrikat e Turqis, rryma pa pagesë, për 32 muaj rresht. Ose do të ngrihej një sistem për rrymë të prodhuar me erë me një fuqi 15.000 megawatt. Ose do të blieshin 42 anije për hulumtimin e naftës dhe gazit në det. Ju kujtohet ajo situata pa të shkruar vazhdimisht, kur patimrije pika e vlimit deri para fillimit të një lufte midis Turqisë nga njëra anë dhe Francës, Egjiptit, Izraelit dhe Greqisë në anën tjetër, kur nuk lejohej Turqia t'i dërgonte anijet e saj në ujrat e Mesdheut lindor për të hulumtuar dhe shpuar nën ujrat e Mesdheut. Ato anijet si të kuqe, nëse i mbani men, peri reise me do emnat të tillë. Pra, do të bliheshin me 560 miliard, ose do të prodhoshin 42 anije të tilla. Përveç kësaj, do të mund të ndërtohej një pipelin për gaz natyror i gjatë, apo e gjatë 6.600 kilometra. Ose 37 muaj gaz natyror do të kishte për të gjitha vendbanimet, shtëpit, banesat dhe fabrikat në gjithë Turqinë. Ose do të ndërtoheshin 2 tanap. Çfarë është tanapi? Është rruga kryesore me të cilën mburret sot Turqia më së shumti. Pipelina, rruga e gazit dhe naftës me 2 pipelina që fillon në Baku të Azerbejxhanit të deti Kaspik dhe kalon nëpër Armeni, nëpër Turqinë, prej skajit në skaj, duke arrit në Varna të Bullgarisë. Pra një projekt me të cilin Turqia për muaj të tërë ka shkruar dhe është krenuar. Me 560 miliard lira të vjedhura do të ndërtoheshin 2 tanape.
Përveç kësaj, si pas analistëve, ekonomistëve të Turqisë, me ato para do të mund të krijoheshin apo ndërtoheshin, përgatiteshin 2800 spitale të improvizuara me aparaturën e nevojshme 100%. 2800 spitale. Ose do të bliheshin 140.000 makina, ato si kombi që janë për ndërhyrje të shpejtë, brenda qyteteve apo nëpër male. Ose do të bliheshin 3600 helikopter ambulant të ndihmës së shpejtë, 3600 helikopter, ose do të mund të bliheshin 169.696 automjete për ndihmën e shpejtë, ambulanta, to që i shohim nëpër rrugë. Ose do të mund të bliheshin 1.335.420 aparate për dializë supermoderne, ose do të mund të bliheshin 2.334 aeroplan të vegjël për ndërhyrje urgjente kudo që kërkohet nevoja. Kjo është shuma e parave të vjedhura dhe keq përdorura, sipas aktakuzës së prokurorisë dhe gjyqësisë së shtetit, me të cilën ngarkohet Ekrem Imamoglu dhe rrjeti kriminal i përbër nga 120 persona të tillë. Andaj, e kam cilësuar, dhe jo vetëm unë, që ky është rasti më i rënd kriminal në Turqi, dhe andaj shteti, Erdogan, qeveria, prokuroria, po thonë se asgjë kësaj radhe nuk mund të ndalin Turqin deri të shkohet në pikën e fundit dhe të parandalohet të ndalet ky kriminalitet dhe të parandalohen kriminalitetet të tjera. Ky operacion, dhe këtë dhe po e përfundoj, ky operacion i nisur nuk është i kufizuar vetëm me këtë rast, por është duke u hulumtuar, natyrisht sipas analistëve që po i dëgjoj, mbrana dhe jashtë Turqisë, është duke u hulumtuar edhe mënyra apo është duke u punuar në fillimin e hulumtimeve, operacioneve të tjera nëpër të gjitha komunat apo bashkitë e Turqisë, mbase edhe ato të cilat janë të udhëhequra nga AKP-ja. Dhe kjo është një prej kërkesave apo ankesave të GHP-s, sepse nuk është filluar deri më tani me ato komuna, por filloi fillimisht me bashkinë e Stambollit. Përgjigja e politikës zyrtare të Turqisë në këtë akuzë, në këtë ankesë të GHP-s është se ju jeni ata vetë të cilët i keni denoncuar këtë raste në polici dhe prokurori. Andaj, edhe për shkak të rrezikut marramendës dhe shumës marramendëse, prokuroria e Stambollit, si dhe e shtetit të Turqisë, ka filluar operacionin. E kuptuat se për çfarë sasie korrupsioni, kriminaliteti parash është fjala. Deri në një video të radhës, mirëmbëjtje. Natën e mirë.